Kombëtarja shqiptare e futbollit ka siguruar praninë në play-offin e Botrorit 2026 dhe tashmë mund të mendojë qetë për ndeshjet e marsit pa u shqetësuar për sfidën përballë Anglisë. Dhe për trajnerin Silvinjo një zgjedhje duket e qartë, ajo e mos rrezikimit të futbollistëve që mund të pezullohen për gjysmëfinalen e play-offit nëse ndëshkohen me karton të verdhë përballë treluanëve. Mario Mita, Julian Shehu dhe Ray Mana ishin të ndëshkuar me të verdhë që para ndeshjes së djeshme pasi I kishin marrë ndaj Serbisë. Ndaj Andorrës erdhën dhe kartona të verdhë për Arlinda Jetin dhe Nedim Bajramin, me këtë të dytin I cili e mori për vonesa të kota loje. Të pesë këta lojtarë nëse ndëshkohen me karton të verdhë ndaj Anglisë do të humbasin sfidën e parë në mars, ndaj është e qartë se për çdo trajner do të ishte më e arsyeshme që të lindte ata pushim në ndeshjen e së dielës. Sigurisht kjo mund të ndryshojë cilësinë e lojës u kuqëzimve, por duke mos pasur stresin e rezultatit, logjika dikton që Silvinjo të jetë detyruar të mos rrezikojë më kot futbollistët në fjalë.